E ti ke vendosur që mes këtyre të vësh edhe bletët? Po, bletët tu. Një kemi edhe bletët. O viti 4 këtë vit. Dhe mirë, mashallah, po në vatë ke koha, si dhe maj koha, si dhe ketë ushqimet. Sa bletë ke zia? Po me thonë dhe ka qenë paku të kështë dhe sa koshere, mi për këtë vit në ndëmtu pak, dhe kam bletë 3, se kam 2 partje. Kam edhe të këdajat, edhe këtu. Po kemi lesin në vit 4 prodhimit. Ki ka 2 gjana dekorative, është dekorative shumë dhe është e egër. Se kush ka prodhu këtë për parë, është e dinje vëtë maj fermeri. Edhe nuk despërkat e fare, prodhon shumë. Dhe frutin e molit ka, si aromë. Por e sa rënjë janë këtu se shumë duhen? Këtu kemi 1000 fidana, kemi vetëm aronin, bonis amerikane. Kemi 600 fidana, kemi lesin e egër. Pastaj kemi një 300 fidana moll, kemi mollën kubane, mollën e Tibetit, derdhën japoneze, derdhën kineze, derdhën kubane. Kemi 4 ribizat të Kinës, që kemi kultivu. Dhe më thonë, janë... Pas ke edhe pula? Po, pula jemi fshatë që më kemi pula. Kemi edhe 3 plantacione tjera pastaj. Po kemi serën, fidanishtën, që i prodhe fidana. Kemi, aktualisht kemi gjendje 22 varietete azjatike më shumë. Më fruta mali edhe mollë dardhë, edhe pjeshka. Në jemi zjerohëm pak e shumë, mendoj të zjerohëm e pak sepse e gjithë Shqipëria, po mojnë fidane ka unë se janë varietete që u përshtatën të 2 temperaturave në të dhe të ftohtë. Edhe konkurencë nuk kam, jesë se kam në të çmim të lartë, se s'kam konkurencë, jo. Po nuk duhet me i produkte fidana. Unë ka 10 vite që më fillu dhe tani jam gjendje dhe me thonë këtë 8% si e prodhe fidani, sepse kam vujt shumë, kam vujt për të prodhur një fidan, sepse jam bim mali ma shumë edhe. Nuk e fut akoma, tjerë dhe futën, normal, se gjithë kush ka rëskën e vetë. Me rëskë s'mund të... Zjaj që s'ka konkurent edhe sa kohë shpenzon ti në këtu? Apo gjithë ditën? Unë 9 orë, minimum 9 orë, përnej, gjithë ditë, edhe dilat. Ku të shkej? S'ka... Sigurisht, se është letë mos kesh konkurent. Unë kam konen edhe për kafe, edhe për ne drejk, edhe ke punën, gjithë shka. Sepse jam të punon në tokën time, vendin tim, punë kur du, halo punë kur du, shkej kur du. Po këto punë duhen me kujdes, sepse janë 100% gjatë gjithë ditës, se gjitha duhen pa, dhe në dek duhen pa, sepse fidanat, po vjen plantacioni, po duve ditë kjo, po bleta, po serat, janë plantacione tjera, në më thonë, tonë ditën në aktivitet. Me punë. A formi se nuk të shkojnë. Do të ranë skejër, do të ranë dhja. Do të ranë skejër. Edhe me të pitsko ke bë penicillin, mëj. Roti, ja së në kështë, ke frakte. Ma kështë të kene ku është një këto? Se nuk du të ullëm se e kam ma shumë se zipse në mizë e kam të une. Hajde ke baba, hajde. Vadi, loro. Ajo është e baba shpaj 3. Ullë e bashkë, me të gjithë se dhe kam të ullë, se dhe kam të qirë, mrafë, qata, hik. Hajde, mashallah. Hajde. Eto e të zotin. Hajde bja mashallah që këmi kosh ishte. Hajde. Ullë mama direkt në dorë ke limoni, edhe bjeta vjen direkt, bia të vinë mrapa. Hajde bja mashallah. Hajde mblizëm. Hajde për një kornizat. Hajde një shumë lëth. Kjo punë, gjë guzim, iniciativ dhe pjesë më akli. Bleta është të bekuar në Allahit mos. Dhe jap një mesazh me aq sa kuptoj unë, i lutem gjithë fermerët të rit, jashtë që janë, të kthehen kjo veni vetë. Ka koha të investesh në tokën tonë, të përparon vendi, s'ka si veni atë. Nuk ka si veni atë.